Shtëpia e bardhë e presidentit republikan të SBA-s Donald Trump, cili një faqe interneti i kushtuar COVID-19 duke insistuar atyre se origjina e virusit ishte e rrjedha nga një laborator i patogjenëve të rrezikshëm në Kinë, ndërsa kritikon ashpër dhe ish presidentin demokrat Joe Biden, i zyrtarin e lartë të shëndetësisë në SBA Anthony Fauci dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Websajti është po ashtu të jetë kritik dhe ndaj hapave të ndërmarrë për frenimin e pandemisë, siç ishte distancimi social, detyrimi së maskave dhe karantinat. Që prej marrjes së detyrës në muajin janar, Trump nisi një proces 12 mujor të tërhiqjes së SBA-s nga OBSH-ja, ku Amerika ka qenë deri tani mbështetësi më i madh financiar. Ai deklaroi po ashtu se Fauci, i cili është përballur me kërcënime që kurdetoi reagimin e vendit ndaj COVID-19-s, duhet të paguajë vetë për truprojat që i garantojnë sigurisë dhe i dha fund sigurisë e garantuar për të nga shteti. Një zëdhënës i CIA-s pohoi se Agjencia e Inteligjencës vlerëson se virusi që shkaktoi pandeminë e cila gjunjëzoi botën, më shumë gjasa ka të jetë prodhim laboratori se sa natyror. CIA e thekson megjithatë se bindja e saj për këtë nuk është 100% dhe se të dy skenarët, origjina laboratorike dhe origjina natyrore, mbeten të besueshme. Pekini vazhdon të mohojë pretendime se një rrjedhje aksidentale laboratorike ka qenë shkaku i pandemisë dhe në muajin shkurt doli me pretendimin se një ekip kinez kishte zbuluar një koronavirus të ri të lakurishve të natës që paraqet rrezik për transmetimin te njeriu pasi përdor të njëjtin receptor si SARS-CoV-2.